kemi pas një futbollist I cili ka qenë shumë agresiv në pjesën e parë dhe unë ndëshku me karton të verdh. Edhe tash dini si kur të vinë prej shteteve të jashtme, ai vjen prej Azerbajxhanit edhe nuk e njeh mentalitetin mirë se u dasht me mbulu e kemi marrë, po sjellja e tij jashtë kontrolle me karton të verdh ishte rrezik në pjesën e dytë sepse ai është me sfushor qendror që duhet me hin start, duhet me ndërpre aksione, mundet me u rreziku me karton të dytë dhe na kemi zavendësu me një lojtar tjetër I cili është mbrojtës, nuk është mes fushor, është stoper. Domethënë ka hi në mes fushës dhe ka kryer detyrën mirë, por që ka mungu sot, e vërtet ka mungu një futbollist mes fushor më I qetë I cili realizimi mor, shumë mungo qetë, shumë. Me to pa gjot, pak me qetë sulujse, mobi me kërku dojke rezultat. Na kemi lutë shumë shpejt për me shku sa ma shumë në zonën e tyne ma shpejt. Por vërtet është që është dashtë me qarkullu pak në me qetësi, po vështirë është me kuptu kur komponon ekipin mërënda 2 jave, 3 jave, hinë kampionat, edhe nuk I kohë, sepse të mërkure, dile, neve, drita na ka shty një ndeshje, mandej për 2 javë diti kemi luajtur 6 ndeshje, çdo 3 ditë kemi luajtur pa ndërprer 5-6 ndeshje, cilët kanë qenë shumë ngarkesë për këta futbollistë. Edhe mandej janë paraqit pakës lëndime, kemi 2 lëndime, të cilët do të mungojnë edhe disa javë, dhe plus në ndeshjet e mëhershme ka mungu edhe një lojtar tjetër, një stoper prej më të mirëve, Kristi Mateus, brazilian I cili lun lojtarin e fundit, edhe këto janë probleme të cilët nuk mund të mu zgjedh. Po të ishim na 3-4 vite në ligën e Super League, atëherë na do të kalkulojshim në lojtar, do të kemi alternativa, zavendësime. Tash kemi alternativa, po nuk e kemi të përgatitur, të komponum. Do të me pas ma shumë ndeshje. Këto vështirësi pa dasht me arsyetu. Këto janë vështirësi edhe na Drenica nuk ka mu dorëzu çaq lehtë, nuk diskutohet kjo. A kemi pas vështirë? Kemi pas vështirë. Po e japin maksimumin djemt, e japin maksimumin. Edhe kjo për mu fitore është kur djemt e japin maksimumin në fushë. Dhe unë jam I sigurt se këta djelmoshat shumë shpejt kanë me fitu atë kreativitetin brenda në fushë, kanë me fitu atë karakterin e sigurisë, qetësisë, të durimit I cili është I nevojshëm, po që po punohet mjaft në këtë drejtim. Ajo që ekipi ka pas kundërshtar të fortë, kemi luajtur me Prishtinën.